أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pas një pauze relativisht shkurt apo të gjatë, sido që të themi, sonde po fillojmë sërish me shpjegimin e veprës Meraki el Falah, Sharh Nurul Idah të Imam Shrumbulalit. Dhe kjo është ligjërata me numër 51 që do të shpjegojmë. Kemi arritur deri te bab sujudut tilave, kapitulli i sejdës së leximit të Kur'ani Kerimit, respektivisht leximit të ajeteve të sejdës, të cilët kur lexohen obligojnë një sejdë e cila e ka dispozitën e vajxhibit, apo të shohmi si ka shpjegu autori më tutje. Thot min idafetul hukmi ila sebebihi. Këtu autori bën lidhjen e dispozitës me shkakun. Hukmi ose lidhja e dispozitës së veprës, që është sejdja, bi sebebihi, me shkakun që obligon. Pra, e sejdës me arsyen që me shkakun që obligon. Wa huwa al-aslu fil idafa li'anna lil ikhtisas. Wa aqwa وجوهه اختصاص المسبب بالسبب لأنه حادث به. Këtu kushtet ose ajo që ndërmerret me këtë është specifikimi i të shkaktuarës me shkakun, ose lidhja e të shkaktuarës me shkakun. Ajo që shkaktohet është sejdja, kurse shkaku është leximi i ajetit të Kur'ani Kerimit, dhe huwa hadithun bihi, pra ajo e nxit ose për çështjen e sejdës. Shurutuha, kushtet e leximit të sejdës. Kushtet e sejdës së leximit të Kur'ani Kerimit. At-taharatu min al-hadathi wal-khabath. Për të bërë sejdën e leximit, kushtohet që t'jetë i pastër nga hadethi dhe khabethi. Pra, të ketë abdes dhe të jetë i pastër prej papastërtisë, respektivisht gjunubllëkut. Pra, për me bërë një sejdë të leximit të ajetit të Kur'ani Kerimit është kusht abdesi, pra duhet me qenë me abdes dhe duhet me qenë i pastër prej gjunubllëkut. ولا يجوز لها التيمم بلا عذر. Sejdja e leximit nuk lejohet të bëhet me tejemmum në vend të abdesit, illa bi udhrin ose bila udhrin, pa pas ndonjë arsye. Arsyeja është, i dim arsye se kur merret tejemmumi, pra kur se ekziston uji, s'ka mundësi të marr abdes e kështu me radhë, ato që i kemi përmend më para. Autori don të përforcon këtë çështjen se polemika që e kanë nxit dietarët është se sejdja a është namaz apo s'është namaz, sejdja e leximit. Është ibade mauqufe apo nuk është? Nëse thuhet se ka formën e namazit, sepse ka një pjesë të namazit sejdë, atëherë detyrimisht duhet të ketë abdes. Mirë pa autori thot, me që kjo nuk konsiderohet të ulemat si e tillë, si ibadet sikur namazi, nuk guxon dikush të anashkalon habesa sejdë e leximit, ban edhe me temën. Pra, sharti i parë për ta bërë sejdën e leximit të ajetit të Kur'ani Kerimit, duhet të ketë abdes dhe të jetë i pastër prej
gjunullëkut dhe nuk lejohet kryerja e sejdës së leximit me tejemum pa arsye. Sharti i dytë është istikbalul qiblati, që sejdja e leximit të bëhet në drejtim të kibles, jo ka do që të ekziston, me që nuk është namaz, pra specifikimi i kthimit ka kibla nuk është vetëm për namaz, po është edhe për kryerjen e sejdës së leximit të Kur'anit Kerimit, wa satrul aura dhe mbulimi i auretit. Pra janë 3 kushte që i përmend autori këtu. At-taharatu min al-hadathi wal-khabath, pastërtia, pra themi, të ketë abdes, të jetë i drejtuar ka kibla dhe të ketë avretin e mbuluar. Këto janë kushtet e sejdës së leximit të Kur'anit ose të ajetit të leximit ajetit të Kur'anit. Wa ruknuha, rukni wad'ul jibhati 'ala al-ardh. E kemi shpjeguar shumë herë që është dallimi mes ruknit edhe shartit. Kushti është pjesë e jashtme, taharja, abdesi është pjesë e jashtme, pastërtia për gjunullëkit është e jashtme, kthimi ka kibla është e jashtme, mbulimi i avretit janë kushte që janë pjesë të jashtme, nuk janë pjesë përbërëse të sejdës. Kurse rukni, shtylla esenciale ose përbërëse e veprimit është lëshimi i ballit në tokë, ngjajshëm sikurse te sejdja e namazit. Pra, ruknuha, rukn sujudut tilave, është wad'ul jibhati 'ala al-ardh, vendimi ose lëshimi i ballit në tokë. Pra kuptohet ballit dhe hundës dhe pjesëve të tjera. Normalisht kjo është esenca dhe kjo është rukni, sepse pa këtë nuk mund të bëhet sejdë. Sifetuha, dispozita e cilësia me shka cilësohet këtë dispozit, çfarë hukmi merr, thot el vujub është vajib. Këtu në madhhabin Hanefi el vujub është në kuptimin e vajibit, jo në kuptimin e farzit. El vujubu ala al fawri fi salat është dispozita e sejdës së leximit të Kur'anit Kerimit, është vajib i menjëhershëm në namaz. Vajib i menjëhershëm në namaz. Wa ala at-tarahi in kana ghayru salatiyatin. Është vajib i zgjeruar në kohë, i më vonshëm, nëse është jashtë namazit. Dhe thot, nëse ajeti i sejdës është lexuar duke qenë në namaz, se sejdja e leximit është vajib i menjëhershëm, që të bëhet menjëhershëm, një herë aty. Sa që thonë fukahat, nëse e prolongon, e vonon sejdën e leximit të ajetit deri në fund të namazit, deri te selami, deri në fund të namazit, yukra, është me kru, sepse është el vajib el fawri, është i menjëhershëm, sa të lexohet menjëherë duhet me bë sejdë. Nëse, ne shpjegon ma vonë kje pak, po veç po e përmendni tash, nëse sejdën e leximit të ajetit që e ke bën në namaz, e ke fal namazin, ke dhënë selam, ke dal prej xhamisë, si largu prej namazit, nuk bëhet kaza, sepse pse kështu thot, li annaha tasiru juz'u salat, sepse sejdja e leximit të Kur'anit Kerimit, kur e lexon ajetin, ajo bëhet pjesë përbërëse e namazit. Pjesë përbërëse, kur kemi fol më herët, nëse ju kujtohet, kemi thënë se sejdja e leximit të Kur'anit edhe sejdja salbije ose sulbije që harrohet, kur kemi fol të sevi sejdja, kemi shpjegu këtë, kur duhet me bo sevi sejdja. Leximi i Kur'anit
është farz. Dispozita e sejdës së leximit të ajetit është vajib kur është jashtë namazit. Kur është brenda namazit, ajo në esencë është vajib. Po me që leximi i Kur'anit në namaz është farz, dhe ajo që del prej farzit quhet është farz. Me qenë se sejdja del prej farzit, prej leximit të Kur'anit në namaz që është farz, atëherë trajtohet se sejdja e leximit brenda namazit e ka dispozitën e farzit. Si e tillë, ajo bëhet pjesë përbërëse e namazit. Dhe një pjesë përbërëse të namazit nuk mund ta falish, ta bësh kaza mbrapa, ose duhet ta bësh derisa je në selam, ose derisa nuk je largu prej namazit, i kemi mësuar atë nëse nuk flet me dikë del pijami e kështu me radhë. Pra, kurse kur je jashtë namazit, mund që sejdën e leximit të ajetit ta bësh me një herë, mund ta bësh më vonë. Kësa është periuda, tër jeta, nuk ka periudhë caktuar 24 orë, një javë, një muaj. Por vonimi i kësaj, prolongimi i kësaj yukrah tanzihan, është me krujt tanzihan për shkak të mundësisë që ti ta harrosh ata pastaj. Për mos me ardhur deri te harresa, mund ta vonosh një orë gjysore, ama jo ta lësh gjatë, që ke lënje e gjatë është me krujt tanzihan për shkak të mundësisë së harresës. Wa hukmi e kësaj sejdë është sukutul wajibi fi dunya, rënja e obligimit për jetën e kësaj bote, sepse ti kur e lexon ajetin, të bëhet vajib se sejdja. Vajibi është obligim. Kur e kryen këtë sejdën e harresës, sejdën e leximit, kur e bën sejdën e leximit, çka kupton? E ke kryer një obligim, pra sukutul wajib. Wa nailu thawabi fil uqba, dhe arritja e shpërblimit ose e sevapit në jetën e botës tjetër. Thumma shara'a fi bejani sebeb, pastaj thot autori ka fillu me shpjegu tash çka është sebepi i kësaj. Cila është sebepi i kësaj? Sebebuhu, sebebi, shkaku i sejdës së leximit të Kur'anit çka është? Et-tilavatu ala at-tali ittifaqan. Et-tilavatu ala at-tali ittifaqan. Leximi i ajetit që ka sejdë është sebeb që ti të bëhet vajib sejdja. Kjo është bittifaqil ulema. Wa ala sami fi sahih. Dhe për atë që ndëgjon, e para ke, ai që e lexon. Dhe për atë që ndëgjon, sipas mendimit më të saktë, do thot, ka edhe mendim që dëgjuesi i bëhet sebeb leximi apo dëgjimi. Li kaulihi sallallahu alaihi wasallam, ky sebeb thot mbështetet në hadithin e pejgamberit alayhi salam, ku thot as-sajdatu ala man sami'aha. Sejdën e ka vajib ai i cili sami'aha, e ka dëgjuar ajetin. Haja është gjinia femërore, pra al-aja. Was-sima'u shartu amali at-tilavati fi haqqihi. Dëgjimi është kusht i veprimit të leximit. Për shembull, dikush e lexon ajetin, por nuk e ndëgjon, është shord. Ki e ka, me çka e ka sebebi i këtij cili është? Leximi pra. Fal asammu, andaj thot shurdhani, ai që nuk ka vesh. Idha talaha wa lam yasma' wajaba alayhi as-sajda. Ai që nuk ndëgjon,
idha telaha, nëse e lexon ajetin, nëse se ndëgjon ai. Wa lam yasma, dhe nuk i ka ndëgjuar, wajaba alayhi as-sajda. Obligohet me sejdë. Wa huwa ay sujudu tilawatu wajibun, dispozita e sejdës së leximit është vajib. Medhebin Hanefi është vajib, të medhebet tjera është sunet, kemi thonë gjithmonë, të ne çka është vajib, të medhebet tjera është ose farz ose sunet. Ku mbështetet argumenti për këtë? Lian فعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه كثان إذا قرأ ابن آدم السجدة كربيري إي آدمت لexon ajetin e sejdës, pra është për qëllim. Qara as-sajdata fasajad. Pra Ibn Hurajra thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur biri i Ademit e lexon ajetin e sejdës dhe e bën sejdën, e tazala shejtanu yabqi, shejtani largohet, ik duke qajt, duke vojtu. Wa yaqul, dhe thot shejtani, ja wejli, i gjori unë, mjerë për mua. Amara ibni Adem bis sujud fasajad. Shejtani thot, mjerë për mua. Allahu Gjallëshanu e urdhëroi birin e Ademit me bo sejdë, ki e boni sejdën. Falahul janna, dhe me këtë fitoj gjennetin. Wa umirtu bis sujud fa abejt falien nar. E unë u urdhërovëm me bo sejdë, fa abejt, tregua mendje malsi. Nuk e bo në sejdën, dhe mu më takon tash zjarri i xhenemit. Pra kia jetë, dhe jetë, më falë, ki hadith, dhe hadithet të tjera, japin me kuptu përforcimin e dispozitës, sepse bëhet fjalë për ndëshkim. Pastaj i ka dhe 3 arsye tjera, pse, përveç hadithit, dhe haditheve tjera, ka dhe 3 arsye tjera, që i përcjell autori këtu, se pse sejdja e leximit është vajib. E para, pra, wa huwa, pra ai ose ai sujudu tilawati vajibun. Li'annahu imma amrun sarihun bihi. Sejdja e leximit është vajib për këto arsye, ose është urdhër i qartë, i qartë, i pastër për të bërë sejdë. Pra ka ajete, se s'po du të përmendja ajete, se nuk është problemi se neve na obligohemi me sejdë të leximit, po këto që në ndëgjojnë, pastaj kur të në ndëgjojnë, obligohen dhe nuk du të obligoj njerëzit, pra s'po e përmendja ajetin. Ose ka urdhër kuranor, që kur ta lexosh ajetin, është i qartë dhe të urdhon që duhesh me bë sejdë. Au të dhammuni istinkafil kafarati anhu, ose për shkak se qafirat, pra jo besimtarët, e kanë refuzu sejdën. Au imtithalul anbiya, ose për të ndjekë rrugën e pejgamberëve. Pra këto 3 arsye, e para, ose për shkak të urdhrit të qartë për sejdë, ose për shkak të mos harmonizimit të veprës tande me kufarët, sepse ato e kanë refuzuar dhe ne e veprojmë, ose për shkak se pejgamberët e kanë vepruar, dhe në të 3 rastet ne kemi vajib me ndjek, qoftë urdhrin, qoftë ndryshimin prej kufarëve, qoftë veprimin e pejgamberëve. Wa kullu minha vajibun. Këto që të 3 japin me obligu se është vajib. Kullu minha vajibun ala terahi, është vajib me, pra sejdja e leximit të ajetit të Kur'anit është vajib me orar, ose jo i menjëhershëm, por me vonesë, ta përdormi termin, me vonesë. Inde Muhammed wa rivajet e indel imam.
Sejdja e leximit nuk është i menjëhershëm, obligim i menjëhershëm, po flas me jashtë namazit. Është obligim me vonesë, pra mund ta vonosh, por është sipas mendimit të Imam Muhammedit dhe një transmetimi prej Imam Ebu Hanifës. Dhe thotë ka ikhtilaf këto. Wa huwa mukhtar, dhe kjo është mendimi i zgjedhur, thotë. Wa inda Ebu Jusuf, kurse sipas Ebu Jusufit, wa riwayatun anil imam, dhe një transmetimi tjetër që vjen poshtu nga Imam Ebu Hanifja. Se tuti sahabët kanë mendimin e vetë dhe të mbështetën me një transmetim të Imam Ebu Hanifja. Ebu Jusufi thot, sipas mendimit që e ka ky një transmetim për Imam Ebu Hanifës, thot edhe leximi i ajetit të sejdës obligon sejdën e menjëhershme edhe jashtë namazit. Por mendimi më i saktë cili ishte, mendimi më i pranuar me dhëb është se alet terahi, sikurse haxhi për shembull, se dha gje ka ikhtilafat. In lam takun wajabat bitilawatihi fi as-salat لأنها صارت جزءا من الصلاة ولا يقضى خارجها. Pra, nëse është alet terahi, është me vones, sejdja e leximit është me vones, nëse nuk tu ka bo vajib me leximin brenda namazit. Kjo është kuptimi. Li'annaha saret, sepse po tu ketë bo vajib brenda namazit, atëherë ajo sejdë e leximit është shëndru pjesë e namazit dhe nuk mund të kryhet jashtë namazit. Nuk mund të kryhet. Fatajibu fawriyatan fiha, prandaj thot është i menjëhershëm në namaz. Wa gajruha tajibu muwassa'an, dhe në raste tjera jashtë namazit është me orar të zgjeruar, pra nuk është alet terahi, por është me vones. Walakin, mirë po, kurihe تأخيره أي السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروها لأنه بطول الزمان قد ينساها فيكره تأخيرها تنزيها. Këtë që e thëmë porësit. Edhe pse sejdja e leximit nuk është me njëhershme, vajib i me njëhershëm, është me afat, është e zgjeruar, por thot, prolongimi i saj, vonimi i saj, prej namaz, prej momentit kur e lexon ajetin, është mekruh. Është veprim i urryer. Pse është veprim i urryer? Sepse bituli zemani qad yansaha, me kalimin e kohës ti mund ta harrosh dhe ke harruar një vajib, për vajib njeriu dënohet. Fa yukrahu ta'khiruha, andaj thot prolongimi është më mirë që ta bësh me njëherë edhe jashtë namazit, sepse prolongimi është mekruhi tanzihan. ويجب السجود على من تلا آية مكلفا بالصلاة وليس مقتديا في غير ركوع وسجود والتشهد للحجر فيها عن القراءة. Obligimi sejdja e leximit të Kur'anit, veni vesh pa kësaj, bëhet obligim për personin i cili është mukellef, që është moshërritun dhe psikikisht i shëndosh, që e ka farz namazin. Pra, sejdja e leximit ala men tela ayatan
për atë bëhet vajib për atë që ka e lexon ajetin e sejdës, që është mukellefen. Mukellef është njeriu që është moshrritun dhe psikikisht i shëndosh. Wa laysa muqtadiyan, dhe që nuk është muqtadi. Muqtadi që është? Nuk është xhamat. Imami, xhamati. Njeni prej xhamatit e lexon një ajet të sejdës namaz. S'ka lidhje e lexon vetja, po këti që e lexon mas imamit ajetin e sejdës nuk i bëhet vajib se vi sejdja. Kjo është sejdja e leximit. Pse nuk i bëhet këtine? Li'annahu, ose talomërsia se një arsye kanë këtë, ose ai që e lexon ajetin e sejdës duke qenë ruku, ose duke qenë sejdë. Në ruku, në sejdë ose është pas imamit, e lexon një ajet të sejdës. Këti nuk i bëhet obligim sejdë e leximit. Pse? O të shehudi, edhe çka është në etejatin, kohën kur duhet me lexuar etejatin dhe shahadetin. Pse thot lil hijri fiha anil qiraati? Sepse ki s'po gjoj një fjalë, kompetenca e këti si xhamat nuk është për të lexuar Kur'an. Kompetencën e këti, mbikëqyrjen e këti e ka imami. Përderisa imami e ka kompetencën e këti, kisë obligohet me te. E kemi qartë. Se hijra është kur e merr për shembull një fëmijë jetim, qofti familjes, edhe ti e merr mbikëqyrje. Jo me parët e tua, po ja kontrollon pasurinë, ja ruan pasurinë e jetimit, ose është pak trollak njeri, ku di, harxhon pa lidhje, edhe vend dikush e fut nën kontroll, nën mbikëqyrje. Imami, xhamatin këtë rast janë nën kontrollën, nën komandën e. Prandaj po thot Imam Shrumbulali, nëse ki është xhamat, e ka lexuar ajetin, nëse e ka lexuar ajetin në ruku, ajetin e sejdës, e ka lexuar në sejdë, e ka lexuar në etejat, thot ky nuk obligohet, se kisa është i obliguar me lexuar këtë. Pse? Fi ghairi mahalliha, dhe dyta është që ka bën në një vend tjetër, sejdja, rukuji, teshehudi nuk janë vend për lexim të Kuranit Kerimit. Walau talaha bil farisiyetin ittifaqan fahima am lam yafham likawniha Qur'anan min jihatin. Nëse ajeti i Kur'anit lexohet në gjuhën që thot persishte, këto ulemat tjerë kanë thonë ghairi l-arabia, në gjuhë tjetër jashtë gjuhës arabe. Fahima am lam yafhamha, s'ka rëndësi a e ka kuptuar ajetin apo s'e ka kuptuar, obligohet me sejdë. Likawniha Qur'anan min wajhin, sepse kjo është Kur'an në një aspekt, nuk është në dy aspekte. Kurani quhet Kur'an komplet, fjala Kur'an, kur është lafdhen o manen, shpreja dhe kuptimi. Këtu çka po na mungon? Shpreja po na mungon. Ka met vetëm kuptimi. Andaj thot imami, likawniha Kur'anen, sepse kjo është Kur'an min vejhin, nga një aspekt është. Nuk është nga dy aspekte, se kur qenë nga dy aspektet ma, as që diskutohet. وأي يستوي في حق التالي إذا تلاها بالفارسية أو بالعربية في حق السامع كذلك. Në këtë me leximin e Kur'anit, qoftë në gjuhën persishte, pra jo arabe, ose në gjuhën arabe, janë të barabartë dhe të njëjtë edhe ai çka e ndëgjon.
كذلك عند أبي حنيفة فهم أو لم يفهم بناء على أصله بالقراءة الفارسية. Imam Ebu Hanifja thot edhe leximi I ajetit në gjuhën jo arabe obligon me sejdë të leximit, s'ka rëndësi e kupton apo nuk e kupton. Ky është mendimi I Imam Ebu Hanifes. Nxënësit e tij, Ebu Jusufi dhe Muhamedi thonë, nëse dëgjuesi ose lexuesi e ka lexuar ajetin në gjuhë tjetër, thot obligohet me sejdë. Po, edhe nëse e ka lexuar me sejdë të leximit, edhe nëse e ka lexuar në gjuhën arabe, walakin yu'akhiru at-ta'dhir, yu'adhiru bit-ta'khir. Po thot nëse nuk e ka ditë, ka lexuar shqip ai ajetin, po s'ka ditë që është ajet. Këto dy nxënësit, Ebu Hanifja e ka ditë se ka ditë është ajet, ai obligohet me sejdë. Nxënësit thonë jo, vonohet obligueshmëria me informatën kur ta merr ai se kjo është ajet. Dhe e kupton. Kjo nuk kupton se nëse ai kur s'informohet, ai se ka obligim për Allahu xhaleshan. Në momentin kur obligohet se ti e ke lexuar ajetin e sejdës, se ki po thot yu'adhiru bit-ta'khir, arsyetohet me prolongim, por jo për gjithmonë. Pra, nëse sipas këtyre dikush vjen edhe I kallzon se ti këtë çka e lexove është ajet I Kur'anit Kerimit dhe ky ajet ka sejdë, atëherë obligohet me sejdë. وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آياتها توجب السجود كالآية المقروءة بتمامها في الصحيح. Leximi I shkronjës së sejdës, është për qëllim fjalës së sejdës. Ajo fjala të cilat të obligon sejdën. Kje ka përfshim me fjalën harf, po është për qëllim, si e shpjegojnë dietarët, është për qëllim fjala këto. Por me mundësi që tjetë edhe shkronja. Qira'atu harfi sejdati me kelimetin qablehu, për atë arsye, leximi I shkronjës së ajetit të sejdës me fjalën që e ka përpara, pa që lidh e u ba'dehu, ose me ata, tujibu as-sujud as-sahw, tujibu as-sujud obligon sejdë. Leximi I asaj fjale, ose në rastin konkret asaj shkronje, me shkronjën që e ka përpara fjalës, që lidhet, ose atë që e ka mbrapa, obligon, kjo është mendimi më I sakt dhe mendimi I imamit, Shërbulalit në këtë rast. Kurse, mendimi I dytë është, nëse lexohet shumica e ajetit të sejdës. Mendimi I tretë është, nëse lexohet komplet ajeti I sejdës, pa u lexuar shumica ose komplet, nuk obligohet me sujud tilave. Mendimi më I pranuar, më I sakt sipas kësaj, që paraqet Imam Shërbulali, është mendimi nëse lexohet fjala ku obligon sejdën, me një fjalë përpara, ose me një fjalë mbrapa, obligon sejdë të leximit. Wa qila la yajibu illa an yaqra akthar al-aya. Këto qila gjithmonë janë mendime më të dobta, thuhet se nuk e vërteton. Pra,
ka mendim që jo, duhet më lezu shumica e ajetit, jo duhet më lezuon kjo mendimi tjetër që duhet lezohet krejt ajeti. Por, këta djetarët tanë, thonë, me rrugës, ajo shka të obligon, është kjo që me hallu shahid, ajeti i cili të urdhëron për sejdë, nëse lidhet me një fjalë para, ose me një fjalë mbrapa, ati e ke vajib se vi sejdë dhe kështu veprohet. Më fi mukhtasar el bahar, në veprën el mukhtasar, thot, kishtash ndron pak, was gjod, suratul Alaq, edhe më nën men shkruje që të se një sejdë e kemi obligim tash, që mos të harrojmë ne, se duhet të informojmë pastaj këto kur të dëgjojnë, ligjëratën sa sejdë i kanë borsh, për që të regjistroje, se e lexojmë, was gjod, thot, mukhtasar el bahar libra, lau qara, nëse njeriu e ka lexuar, wasjud, e përsërit me se në përsëritje nuk detyrohet, se jemi pandrume. Waseket, walam yaqra waqtarib, çka bëhet? Obligohet me, sepse tha me ka lexuani me hallu shahid, ajo se këtu në këtë ajet, cila fjalë na obligon? Wasjud waqtarib. Jelzemuhu es-sajda. Pse ka dalë faqën tjetër? Pra, nëse dikush e thot, e lexon wasjud, dhe nuk i ka lexu fjalën tjetër, jelzemuhu es-sajda. Obligohet me sejdë. Të shoh çka thot kjo fusnota. Thot Imam Tahtavi, Imam Tahtavi është që ka bërë tefsir Merakil Felahin, një ndër shpjeguesit më të rrept dhe më të mirë që e ka bërë Merakil Felahin. Thot allimta an hadha ahad al-aqwal, thot kjo është njëri prej mendimeve. Wala tajibu bi kitabatin wala nadharin min ghayri at-talaffuz. Nëse ti veç që shkruan që këtu. Wasjud. S'ke fol kur gjao, veç që ke shkru. Ose veç që ke këshirë, s'ke lezu kur gjao. Thot fela tajib bil kitabati, wala nadhar. Veç që ke pati, po, se ke lezu. Sepse as nuk ka lezim, e as nuk ka dëgjim. Liannahu lam yaqra wa lam yasma. E ka shkru për shembull, wasjud. Po pse ka shkru çka? As nuk e ka lexu. Nuk ka qira'a. A ne kur kemi folë të leximi i Kuranit, kemi thonë sa është me zot, sa është pa zot. Leximi i Kuranit pa zot nuk do thotë ti me hesht krejt. Ti duhesh me lexu Kur'an me zot që ndin veshi jot, jo që ndin veshi tjetrit. Sepse po që se nuk lexon Kur'an, sa dëgjon veshi jot, nuk është lexim Kur'ani. S'është lexim atëherë. Kjo është Imam Tahtavi e thot këtë. وكذا التهجي فلا يجب عليه ولا من سمعه لأنه تهدي الحروف vazhdon qëra meselet e poshtë. Pra, ekzistojnë kryesisht 3 mendime. Mendimi i parë është, nëse lexohet ajeti, respektivisht, nëse lexohet vetëm fjalat që obligon sejdë dhe lidhet me një shkronjë përpara, këtu wasjud, ku është shkronja që lidhet përpara? Vavi sa është mënyra urdhërore usjud. Ama vavi lidhet. Nëse lexohet vetëm kjo, yajib, obligohet me sejdë të leximit. Mendimi i dytë është, nëse lexohet shumica e ajetit, në shumica e ajetit, mendimi i tretë i fukahave është jo, bëhet vajib vetëm kur lexohet komplet ajeti. Mendimi më i pranuar, kërrajun sahih, si mendim i zgjedhën dhe sahih, është mendimi nëse lexohet pjesa e që i ban atë sejdën e leximit. Tani imami kalon në qatë temë, po kalon
thot vë ajatuha 14 aje. Ajetet që obligojnë sejdë të leximit janë 14 gjithsej në Kur'ani Kerim. Unë, për mos më ngarku juve dhe vetin, edhe pse kjo nuk është e lejuar fetarisht kështu me i te i kaluar, po e marr parasysh se kjo lëshohet medium edhe njerëzit nuk e din, kështu që unë vetëm po i numëroj surët, nuk po i lexoj ajetet, se për neve s'është problem, ne mund t'i bëjmë sejdë dhe e dim, po ka njerëz që ndëgjojnë, ati i bëhet vajib, aja e di as e di atë punët i bëhet vajib, sepse el jahlu bi shay, i një mosdia për një send nuk është arsyetim në vendin islam. Unë se kam ditë se namazi është farz, nuk është arsyetim. Duhet me ditë se këtë çështje esenciale të jetës. Pra, e kemi ajetin surët e Araf, surët e Ra'd, surët e Nahl, surët e Isra, Maryam, Hajj, Al-Furqan, An-Naml, ku gjenden ajetet e sejdës, në As-Sajda, Sad, Hamim, edhe angeli dhe një tjetër. Surat An-Najm, surat Inshiqaq, edhe surat Al-Alaq, Ikra bismi. Këtu mrenda këtyre ajeteve, të disa, nuk po duhet të ndalëm të ato, ka polemika mes fukahave, cila është ajo pjesa që e ban obligueshme, po janë ihtilafe mes fukahave, nuk kemi ndonjë, jo që s'duhet me ditë, po mos të humbim kohë. Dhe tani kalojmë wa yajibu sujudu ala man sami'a. Tash kush e ka obligim? Përveç lexuesit, ku edhe jo përveç lexuesit, po prej kujt duhet ndëgjohet dhe kush duhet ta ndëgjon. Në ligjëratën tjetër dhe inshallah deri atëherë aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.